Partia Popullore Evropiane, grupi më i madh politik në Parlamentin Evropian, ka mbritur në Shqipëri për një mision faktmbledhës në lidhje me standardet e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit vitit kaluar. Delegacioni drejtohet nga sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane, Montserrat, dhe për më shumë se 2 orë ata qëndruan në salinë e PD-s, ku diskutuan me kryetarin Sali Berisha, deputetët dhe të zgjedhurit e Partisë Demokratike në pushtetin vendor për problematikën e zgjedhjeve në Shqipëri. Në përfundim të takimit, Sali Berisha preferoi të mos jap detaje për bisedimet, por sqaroi se standardet e zgjedhjeve dominuan bisedën. Presim një përpjekje të re të madhe, njërë presim rekomandime, sepse këta vinë për të na bërë rekomandime, ne jemi antarë në këto. Por presim njëkohësisht dhe një mbështetje të re për kërkesat tona, tash më të njohura, që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira, që shteti ligjor të funksionojë. Berisha vuri duke se ky takim zhvillohet në një moment të rëndësishëm për vendin. Vinë në një kohë shumë kritike, kur Edi Rama de facto ka asgjësuar sistemin e drejtësisë në kuptimin e akuzës për zyrtarët e lartë, gjë që është themelore në kuptimin e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë që vjedhin qytetarë. Takimin e parë, misioni i Partisë Popullore Evropiane me 30 përfaqësues nga shumica e forcave politike të këtij grupimi e zhvilluar me ambasadorët kryesor në vendin tonë, ambasadorin e BE-s, OSBE-s, ambasadorin gjerman, italian, e të ngarkuar me punë të ambasadës amerikane në Tiranë. Ata takuan përveç përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe kryetarët e partive të vogla në opozitë, përfshi edhe partitë e reja, Agron Shejai e Adriatik Klapaj. Partia Demokratike është anëtare e Partisë Popullore Evropiane, e cila është grupimi më i madh politik në Bashkimin Evropian. Pak javë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi në Bruksel ndihmën e tyre për një mision faktmbledhës që të fokusohej vetëm tek standardet e procesit zgjedhor të 11 majit, i cili sipas tij ishte farsë elektorale.